Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj Fatmir Shahollit, i cili dyshohet për veprat penale spionazh dhe shantazh. Sipas akt akuzës, Fatmir Shaholli nga një datë e papërcaktuar e deri me 9 tetor 2025, në cilësinë e personit e rekrutuar nga Shërbimi Informativ i Serbisë, i njohur si BIA, e ka ndihmuar veprimtarinë e këtij shërbimi duke vepruar sipas urdhrave dhe detyrave të zyrtarëve të tij, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Ndërkaq për veprën penale shantazhi, ai akuzohet se gjatë periudhës nga viti 2022 deri në dhjetor 2025 ka shantazhuar të dëmtuarin AJ, duke detyruar të veprojnë në dëm të pasurisë së tij në shumë që të i kalon 13.000 euro. Në orët e para të së hënës morën lajmin e rëndë. Vajza e tyre, Jetlira Foniqi, 25 vjeçare, mbeti e vrarë. I dyshuar është bashkëshorti e Gzom Bytyqi, i cili gjithashtu mbeti i plagosur rënd dhe ndodhet në gjendje kritike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ngjarja ndodhi në shtëpinë ku banonte çifti në Kërvasar të Malishevës. Nëse flasim për informacioneve të mëngjesit, ne e dim edhe besojmë shumë se si familje e bia jonë është prej grupit jetës. Ka ndodhur përmes aktit vrasjes edhe me këtë qëndrojmë, ndërsa konstatimet tjera i presim prej Institutit Mjekësor Religjor Prishtinë. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ndjera ishte në javën e 34 të shtatzanisë. E familja Bytyqi mbylli dyert e shtëpisë të hënën. Komandanti i policisë Naim Zogaj tregon se kur mbërritën në këtë shtëpi i gjetën 2 persona të plagosur. Në drejtim të vendit ngjarjes kanë shkuar njësitë policore dhe emergjenca së bashku. Aty kanë hasur 2 persona lënduar, lëndimet kanë qenë shumë të rënda, edhe më njëherë janë transportuar për në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Dyshohet se arma është me leje edhe është e prindit e tyre, edhe vepër në bazë të dyshimeve ne që kemi marrë rretimet preliminare, dyshohet se personi moshkull e ka përdorur armën ndaj gjenisë femrore edhe është kryer vrasje e rënë. Deri më tani Zogaj tregon se kanë intervistuar familjarët e të dyshuarit, të cilët kanë thënë se djali i tyre po përballej me disa probleme mendore. Kemi informata nga familjarët mirë, po ende se është vërtetuar derisa të mirën raportet mjekësore të cilat i ka poseduar personi. I dyshuari aktualisht ndodhet në trajtim mjekësor në QKUK. Personi tjetër, mashkull 26 vjeçar, është pranuar me plagë të shkaktuara nga arma zjarrit dhe aktualisht është duke marrë trajtim mjekësor në qendrën emergjente. Gjendja e tij shëndetësore raportohet të jetë shumë e rëndë. Prokuroria Themelore e Gjakovës tashmë rastin e ka cilësuar si vrasje e rëndë. Trupi i viktimës 25 vjeçare është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Shiriti i verdhë u vendos sërish rreth një event punishte në Kosovë. Kjo pasi edhe një punëtore humbi jetën tragjikisht në vendin e tij të punës. E gjithë ngjarja ndodhi para ditën e së hënës në Veternik të Prishtinës, kur 49 vjeçari dyshohet se ran nga ky objekt derisa ishte duke punuar. Vdekja e punëtorit u konstatua në vendngjarjen nga ekipet mjekësore. E menjëherë pas kësaj ndërprej dhe puna në këtë punëturi. Pas rastit tragjik, autoritetet kanë vendosur shiritin për rreth objektit dhe kanë ndalur punimet. E gjithë rasti konfirmuar dhe nga policia e Kosovës. Sot rreth orës 10 kemi pranuar informatë se një person ka rënë nga një lartësi në lagjen Veternik në Prishtinë derisa ishte duke punuar. Viktima, mashkull 49 vjeçar, nuk ka arritur të përballojë plagët dhe i njëjti në vendin e ngjarjes ka ndëruar jetë. Ndërkohë nga Prokuroria Themelore e Prishtinë njoftoi pasditës se për këtë rast ka ndaluar një person. Me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar një person i dyshuar me inicialet G.Sh për 48 orë në ndyshimin e kryerjes së veprës penale, asgjësim, dëmtim ose heqje e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës. Ndryshe, ky nuk është rasti vetëm tragjik këtë vit, ku jeta punëtorëve në Kosovë përfundon tragjikisht. Sipas të dhënave zyrtare, për 7 muaj të vitit 2026, 12 persona kanë humbur jetën në vendin e punës. Vendimi të gjykatës i u gëzuan.
Pas 5 vitesh Halil Mehmetaj dhe 2 djemtë e tij, Kreshnikun dhe Kastriotin, u shpallën të pafajshëm për sulmin ndaj autobusit me nxënës dhe vrasjen e 3 fesh në Glloxhan të Deçanit. Por disponim krindryshe të hënën në gjykatore patën familjarët e viktimave. Të pandiurit Kastriot dhe Kreshnik Mehmetaj me shërimet personale si në shkresat e lëndës, për veprën penale si në dispozitivin 1 të akt akuzës lirohet nga akuza. I pandiuri Halil Mehmetaj me shërimet personale si në shkresat e lëndës, për veprën penale si në dispozitivin 2 të akt akuzës lirohet nga akuza. Megjithatë, të 3 u dënuan për armbajtje pa leje. I pandiuri Kastriot Mehmetaj lirohet nga akuza që po të bëjë me veprën penale mbajtje pronësi kontrollës së posedim të paautorizuar të armë nga një 366 paragrafi 1. Të pandiurit Halil Mehmetaj i shqipton dënim me burgim në kullgjote prej 3 vitesh, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotëshmërisë së këtij gjykimi, e në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim. Të pandiurit Kreshnik Mehmetaj i shqipton dënim me burgim në kullgjote prej 1 viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotëshmërisë së këtij gjykimi. Me vendimin nuk u nda as pak e kënaqur prokuroria Sahide Gashi. Po pikërisht unë nuk pajtohem që nuk ka arrit prokuroria. Ky është mendim vendimin e një gjykate, po them në një shkollë. Prokuroria mendon që përtej çdo dyshimi e ka bazu në shumë prova. Kështu që thash edhe një herë betejë vazhdo. Pikërisht si shkak i një prove të prezantuar në fjalën përfundimtare nga prokuroria Gashi, gjykata vendosi që ta rihap këtë rast. Bëhet fjalë për armën me të cilën pretendohet se është kryer vepra penale. Vrasja është kryer me qëllim hakmarrje ndaj shoferit të autobusit. Prokuroria e ka ndërlidhur këtë vrasje me vetvrasjen e H.M. në vitin 2020, e cila ishte e bija e të akuzuarit Halil Mehmetaj. Në gjykim kanë dëshmuar edhe 2 prej nxënësve të cilët ditën kritike ndodheshin në autobus. Megjithatë, 3 të akuzuarit që prej arrestimit e kanë mohuar përfshirjen e tyre në njërin prej rasteve më të rënda në Kosovën e pasluftës. Për javë të tëra këtu në Kalludër të Zubin Potokut, pati gërmime. Në ndyshimin për mbetje mortore, kërkimet u zhvilluan edhe në Jabuk. Në të dyja këto lokacione, si dhe në një të tretë po në Kalludër, u gjatën mbetje që dyshohet se u përkasin së paku 23 personave. Me të përfunduar gërmimet, të gjitha këto të gjetura u prezantuan këtë të hënë. Në publikimin e raportit për mbledhës, i pranishëm ishte dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Numri 23 përkon me atë që njihet si grupi i intelektualëve, të cilët me 19 prill të vitit 1999 u ndaluan, u rrëmbyen dhe u pushkatuan nga forcat armike të Serbisë, që u përpoqën të fshehin dhe të zhdukin gjurmët e këtij krimi gjenocidal. Por procesi i identifikimit në tërësi mund të marrë edhe disa muaj kohë. Kurti pati një kërkesë edhe për bashkësinë ndërkombëtare. Dosja e arkivuar nga shteti i Serbisë e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në vitin 2014 është klasifikuar për 30 vjet. Cili është kuptimi i këtij klasifikimi? E nga Komisioni Qendror për Persona të Zhdukur treguan distancën në mes 3 lokacioneve. Lokacionin e dytë në Jabuk dhe lokacionit tretë poshtë në Kalludër, në një distancë ajrore, këtë rast mes lokacionit parë dhe lokacionit tretë janë më pak se 300 metra, ndërsa në lokacionin e parë në raport me lokacionin e dytë, poshtë edhe në raport lokacionit tretë me lokacionin e dytë, po flasim dikon për rreth 1 kilometër vijë ajrore. Në vendet ku janë kryer gërmimet, javën e kaluar, autoritetet kanë prezantuar edhe një sasi të madhe armatimi të gjetur në afërsi të lokacioneve. Sipas Kurtit, armët janë dërguar për ekzaminim dhe analizë për të përcaktuar nëse mund të kenë lidhje me krimet dhe masakrat e kryera në këto zona. Në rrugët e Kievit pati një fest të zymt të hënën. Në hijen e luftës më shumë se 4 vjeçare, Ukraina festoi ditën e pavarësisë së saj.
Ndërsa në Kiev mbërritën lider evropian për të ofruar përkrahjen për vendin, urimet dhe përkrahja nuk munguan as nga shteti, të cilin Ukraina nuk e njeh si të tillë. Nga Kosova, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu shënuan pavarësinë e Ukrainës. Haxhiu potencoi se Kosova ka qëndruar dhe do të vazhdojë të qëndrojë për krah Kievit. Kosova ka dëshmuar mbështetjen për Ukrainën përmes veprimeve konkrete. Historia jonë nuk është historia e Ukrainës, por na ka mësuar ta njohim çmimin njerëzor të luftës. Prandaj kemi qëndruar dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë për krah Ukrainës, për pavarësinë, sovranitetin dhe tërësinë e saj territoriale, si dhe për të drejtën e popullit Ukrainas që vetë vendos për të ardhmen e tij. Ndërkohë në këtë ditë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia ka dështuar në përpjekjen e saj për të marrë kontrollin e Ukrainës, teksa u bëri thirrje udhëheqësve botror të bashkohen në vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Putin сподівається, що ми втомились. Ukraina është ndryshe dhe nuk heq dorë nga ajo që është e veta. Rusia nuk dëshiron paqe, ajo dëshiron mobilizim. Jam i kënaqur që Shtetet e Bashkuara kanë humbur të gjitha iluzionet nëse Rusia dëshiron vërtet t'i jap fund kësaj lufte. Besoj se Amerika do t'i kapërcej të gjitha kontradiktat dhe frikat e saj në lidhje me Rusinë. Ukrainasit votuan me shumicë dërmuese për pavarësi në vitin 1991, pa ndryshime të rëndësishme në vijën e frontit për muaj të tërë dhe pa përparim të dukshëm pas më shumë se një viti përpjekjesh diplomatike të udhëhequra nga SBA-ja, sulmet e Rusisë në Ukrainë vazhdojnë të vrasin civil dhe të shkatrojnë infrastrukturën e vendit. Dyert e presidencës u hapën për të. Kjo e hënë Gjoe Diogardin në gjetimun e kryeqytetin kosovar. E bashkë me ish-kongresistin amerikan e pranishme ishte dhe bashkëshortja e tij Shirley Close. Dyshja konsiderohen ndërmjet e mëdhenj të shqiptarëve që për dekada lubuan në Washington për çështjen e Kosovës. Andaj pritja për ta u bë me një ceremoni të veçantë. Fillimisht në hall ata i priti ushtruesja e detyrës e presidentes Albulena Haxhiu. E me të hyrë brenda atyre ju dorëzua dekreti i shtetësisë së Kosovës. Pas dorëzimit të këtij dekreti, ushtruesja e detyrës e presidentes Albulena Haxhiu tha se ata ishin ndër zërat më të fuqishëm në mbështetje të pavarësisë së vendit. Ju e nisët këtë punë shumë vjet përpara se represioni sistematik, vrasjet, masakrat dhe dëbimi masiv nga ana e politikës kriminale të Serbisë e shndruan Kosovën çështje të politikës botërore. Edhe pasi përfundoi mandati juaj në Kongres, ju e vazhduat angazhimin me themelimin e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane në vitin 1989. Fjalën e mori edhe Diogardi. Duke folur për situatën politike në vend, ai tha se është e rëndësishme që vendi të ketë një president. Unë jam këtu për t'ju siguruar që ju të keni një president dhe shpresoj që kjo të ndodh para se të largohem. Nëse nuk ndodh para se të largohem, ju do të jeni në të lashe të mëdha, sepse tashmë keni armiqt të gatshëm për ta prishur ekuilibrin në Ballkan. Ndër të tjera që ish kreu i Ligës Shtetare Shqiptaro-Amerikane u bëri thirrje shqiptarëve të jenë më të vëmendshëm. Është e rëndësishme që unë erdha këtu me zërin tim të fuqishëm për ta zgjuar popullin shqiptar. Kjo nuk është koha për të vjetur, sepse ka njerëz që janë të gatshëm t'u marrin atë që keni. E urrej ta them këtë, por ju mund ta shihni vetë. Ndërsa Shirley Close Diogardi u ndalte historia e Kosovës. Kosova ka një histori, shqiptarët kanë një histori, jo të nisjes së çfarëdo lloji dhune, jo të përfshirjes në aktivitete ushtarake, por në këtë rast u detyruan të ngriheshin për të mbrojtur të gjithë ata që ishin në rrezik. Prandaj është e rëndësishme që jemi së bashku sot për t'u kthyer pas në histori dhe për të njohur atë që u desh për ta rrëzuar Slobodan Miloševićin e më pas për të arritur në këtë moment, në vitin 2026, kur mund të marrim vendime se si mund të ecim përpara. Bashkë me Gjoe Diogardin dhe Shirley Close Diogardi, për vite të tëra ishte aktive në promovimin e çështjes së Kosovës dhe të drejtave të shqiptarëve në SBA. Rruga e veturave përfundon në këtë vend. Nga këtu, pamjet mund të merren vetëm përmes droneve. Në këtë formë, po monitorohen zjarret në pjesën malore në Bërnicë të hepërme të Prishtinës. Në këto hapësira prapanesh në Bërnicë, po vazhdon ende zjarri.
do se disa rilokalizuar, i njëjti është dezur prap, marrur parasysh edhe terrenin malor, që e bën edhe me të vështirë intervenimin nga zjarfiksit. E ka 4 ditë që në luftë me zjarret në Bërnisë të Epërme janë zjarfiksit e Prishtinës. Zjarri ka përfshi një pjesë të molet edhe kjo është përsërit që 3 herë. Sot është hera 3 që po bim me ekipe në shurin e këtij zjarri, por ky zjarr domethënë është përsërit. Kanë ardhur ekipet edhe të premton edhe të shtunën, kanë ardhur dhe kanë shu zjarrin prapë se prapë, ose është rindezë në një farë mënyre, ose prapë është shkaktuar zjarr nga faktori njeri. Gashi shton se terreni i vështirë bën që zjarri të mos shuhet lehtë. Ky zjarr nuk ka për mosa shumë të mëdha, mirë po terreni është i papërshkrueshëm me automjetet dhe kanë shku ekipet për të bërë shurin e tij. Sigurisht që kjo merr pak kohë, se është një vijë e zjarrit të cilën për me shu do të me shku krejt pas hapi. Por jo vetëm terreni po e vështirëson punën e zjarfikësve. Sfidë për brigadën e Prishtinës, mbetet edhe numri jo i mjaftueshëm i zjarfikësve. Është numri i zjarfikësa që nuk kanë përputhje me rregulloren që përcaktohet, pra sipas asaj rregullore përveç tjera pikë referente merren edhe banorët, numri i banorëve, e që Prishtina duhet të ketë 152 zjarfikës staf komplet, ndërsa na jena 100, pra mungon një numër. Ndryshe, njëjtë me Prishtinën, me zjarre fushore e malore janë përballur edhe qytete tjera të vendit.